Zbulim shokues nën piramidat e Gizës. Një zbulim i madh shkencor është bërë nën piramidat Mikiren, Kefren e Kufu, disa struktura misterioze rreth 600 metra nën thellësinë e tyre. Projekti i tyre është bërë nga një ekip italian i koordinuar nga Corrado Malanga, Filippo Biondi, Armando Mei dhe Nicole Ciccolò. Me anë të një sistemi radar i quajtur hapje sintetike dhe me ndikmën e disa satelitëve, ata kanë parë për herë të parë se çfarë fshihet nën këto piramida, duke formuar kështu një hartë në 3D të mureve dhe të strukturave që ka, nga sipër poshtë, ata vurën re disa objekte shumë të çuditshme. Studimi i parë u publikua në revistën Shence Remote, por vetëm para pak kohësh publikimi në New York Post bëri një bujë të madhe. Pikë së pari, ata kanë zbuluar disa dhoma të tjera të panjohura nga arkeologët. Madje një pafundësi ambientesh shumë komplekse aty nën piramida. Por më datën 25 mars të vitit 2025, Corrado Malanga me ekipin e tij bëri një konferencë për të treguar në mënyrë më eksakte të vërteta se çfarë kanë zbuluar nën piramida. Në konferencë morën pjesë mijëra njerëz. Nën piramida, nën katin e parë, nën dhe, janë zbuluar 5 struktura gjigande, të lidhura në një formë gjeometrike shumë komplekse, kurse në katin akoma më poshtë 8 struktura të tjera në formë cilindrike gjigande, të ngjashme sikur të ishin puse, por me një rrugë në formë spirale, ku shkohet nën to dhe të çojnë poshtë. Këto të vendosura në një mënyrë eksakte me njëra tjetrën. Por misteri më i madh i këtij zbulimi është se këto struktura cilindrike shkojnë nën tokë 648 metra. Dhe tjetra është se qëndrojnë aty të mbërthyera mbi 2 struktura kubike, super gjigande, rreth 80 metra secila faqe prej tyre. Dhe të gjitha këto struktura janë të shtrira për rreth 2 kilometra nën piramida, pra përgjatë 3 piramidave që gjenden sipër. Në një telefonat private me profesor Malangën, thot se labirintet e nëndeshme padyshim janë mbretëria e Amentit, ose bota e përtejme që shkruhet në hieroglife. Se çfarë ka aty poshtë askush nuk e di, por hipotizohet se është një botë tjetër që të çon kush e di se ku. Enigma vazhdon.